Berami, si vlerësoni në këtë rast edhe mbështetjen e shtetit shqiptar për gjithë organizimin base dhe mbështetjet e tjera, edhe në aspektet të tjera për këtë protestë, sepse nuk pati pagesas për rrugën e kombit në këto 2 ditë për gjithë kosovarët që jam sy në Shqipërisë. Është vërtet që qytetarët e Kosovës në mas të madhe janë mbështetur të qeveria e Republikës së Shqipërisë në mungesë së dorës së shtetit të Kosovës, i cili tash 5 vite nuk ka bërë atë sa duhet për krerët e UÇK-s, nuk ka kriju mekanizmat e mbikëqyrjes së gjykatës speciale, nuk ka bërë po ashtu financimin si duhet për të siguruar në mbrojtje të dinjiteshme për krerët e UÇK-s. Dhe ardha në Tiranë është edhe një protestë po ashtu, por në të njëjtën kohë është edhe një rikthim të vendi edhe të kryeqyteti, i cili tash 5 vite ka mbështetur Kosovën, ka mbështetur krerët e UÇK-s. Kryeministri Rama në vazhdimsi ka bërë betejën politike, diplomatike të cilën shteti i Kosovës nuk e ka bërë. Dhe si e pat mungesën e krerëve të shtetit në këtë protestë, apo e pritet që nuk do t'jenë të praneshëm, marrë parasysh edhe mungesën e tyre edhe në protestën në Hagë në Prishtinë që ishin mbajtur kohë më parë? Po, padyshim që mungesa e tyre është vërejtur edhe këtu në Tiranë. Megjithatë, qytetarët e Kosovës janë duke bërë këtë betejë të cilën shteti i Kosovës nuk është duke bërë. Pra, ishte një numër shumë i madh i shqiptarëve të Kosovës, i shqiptarëve të Shqipërisë, që kanë ardhur sot në sheshin e Tiranës për të protestuar dhe për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar që të kemi një verdikt ferm të paanshëm në Hagë. Dhe unë mendoj që kjo ishte një mesazh edhe për shtetet financuese, por ishte një mesazh edhe për të gjithë ato institucionet të Kosovës, të cilat tash 5 vite nuk e kanë bërë gjë në duhur për krerët e UÇK-s atje në Hagë. Zotë Berami, krejtësisht në fund dua t'ju pyes edhe për një reagim të lëvizjes vetëvendosjet pra të cilin e kishte bërë një ditë më parë në lidhje me këtë protestë, tha se mbështesin luftën e UÇK